Operatori i sistemit të shpërndarjes duke se po avancon me projektin për modernizimin e rrjetit energjik në vend. OSSH do të instalojnë mbi 14.000 matës inteligjent në disa zona të Shqipërisë me konsumim më të lartë të energjisë elektrike. Sipas procedurës së re të prokurimit të hapur këtë javë, investimi hap vlerën e rreth 432 milion lekëve dhe synon forcimin e kontrollit mbi shpërndarjen e energjisë, reduktimin e humbjeve në rrjet dhe rritjen e eficiencës teknike. Pjesa më e madhe e matësve inteligjent do të vendoset në stacionin e Salmones me 7.760 njësi, ndërsa zonat të tjera që përfshihen në projekt janë Shkoza me 3.560, Spitalla me 1.600 dhe Kashari me 1.115 pajisje inteligjente. Ky investim konsiderohet një hap tjetër drejt digitalizimit të sistemit të matjes së energjisë elektrike dhe zëvendësimit gradual të teknologjisë analoge. OSSH ka zbatuar projekte të ngjashme edhe në vitet e fundit ku janë instaluar mira sisteme inteligjente për monitorimin e konsumit dhe bilancit energjetik. Zgjerimi i rrjetit inteligjent lidhet me rritjen e numrit të abonentëve në zonat urbane, sidomos pas zhvillimeve të reja të ndërtimit dhe procesit të rindërtimit pas tërmetit të vitit 2019. Në strategjinë afatgjat, OSSH synon që sistemi inteligjent i matjes të shtrihet gradualisht në të gjithë vendin në përputhje me standardet dhe direktivat e Komunitetit Evropian të Energjisë.